Se i ka, këtëne të prejkurve që janë, ju japin sikur këto... Shtëpia dhe obori Shefkin e Biut janë shkatruar pothuajse tërësisht. Stuhia e furishme që ndodhi 3 ditë më parë, preku edhe fshatin Haraqin, por më së tepërmi pjesën e Rëzmalit, ku gjendet edhe shtëpia e Shefkiut. Tani ai bashkë me gruan dhe 3 fëmijët janë vendosur tek fqinjet e tyre, sepse shtëpia është bërë pabanueshme. Me që i ka shpëtuar e gjithë familja, tani po vajton për pronën e dëmtuar, të cilën thot se e krijoi me shumë mund vite të tëra. Ati i ka mbetur hatri pse askush deri më sot nuk u interesua për të dhe të tjerët në lagje. Jo, kur s'ta ka pron hiç. Jo, kur s'ta ka pron hiç. Jo. Hiç. Kur gjon hiç. Hiç, as të ujas, hiç. Më ka qitë në zero, peshe edhe vetë, në zero, me shpimi ka prish, me kombin ma ka prish, me dokumentet i ka prish, me ketë i ka prish. Sipas të dhënave nga Komisioni Vlerësues i Komunës së Haraqinës, në këtë fshat janë më të dëmtuara 3 lagje, të cilat i vizitoi sot kryetari i komunës dhe një ministre. Shefkin e Biu tregoi nga afër për dëmet që ju janë shkaktuar, duke i lutur që t'i gjendet një vend strehim sa më parë për familjen e tij. Kryetari Ajvazi tha se përveç stuhis, ka dhe faktor tjerë që kanë shkaktuar këtë fatkeqësi natyrore. Shife, këto pagës është probleme dhe faktori njeri. Është pse mbeturinat, do me thoni, hudhin vend e pa vend. Une, kër e kom shkullën pjesën e poshtme, se këto pikështu shkanë përfshi, më bën këtë fatkeqësi kur gjo se nalë. As kur gjo se ki ka ardhë prej naltë. Që e zash nështë e keni po këtë shka ka bon këtë, dhe më mirë ta qinë qizoni. Po, mire ma dhe bërë lokët i gjunë. Ministra e Pushtetit Lokal Shyrete Elezi tha se shteti do të vlerësoj dëmet në prona, bujqësi dhe bakti dhe se të prekurit do të dëm shpërblehen për humbjet. Thot se është ende herët për të dhënë një shifër se sa mund të jetë dëmi, por thot se është e vetëdijshme se pushteti lokal s'mund t'i kompenzoj dëmet, por duhet niveli qendror. Shifni, fatkeqësitë natyrale ne nuk mund t'i parashikojmë, por ne si njerëz duhet të përgatisim sisteme të ndryshme, sisteme për parandalime të përmbytjeve të mundshme, dhe besoj se në këtë drejtim duhet shumë me seriozitet edhe niveli qendror t'i parashikojnë në programet e radhës dhe në strategjive afatgjate. Nga vërshimet ka mbetur e dëmtuar edhe shkolla fillore e fshatit Gjergj Kastrio Skënderbeu, ku është përmbytur bodrumi i shkollës me 1.5 metër ujë. Sipas punëtorëve në bodrum janë dëmtuar mbi 100 kompjuter dhe libra të nxënësve të cilët duhet të përdoren që nga 1 shtatori. Ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu vizitoi shkollën, duke thënë se do të bëjë çmos që ky objekt dhe 3 shkolla tjera të dëmtuara në zonat e vërshimeve të vijnë në funksion deri në fillim të vitit të ri shkollor. Tash kjo është një gjendje e jashtëzakonshme. Ne do bëjmë maksimumin për t'i riparuar gjitha këto që i ka mbulu vërshimi. Shpresojmë që në një kohë në janë fatë sa më të shkurtër, t'i riparojmë gjitha. Sipas të dhënave zyrtare, në fshatin Haraqin pa rrymë elektrike janë vetëm shtëpitë e 3 lagjeve më të prekura, kurse sistemi ujësjelësit nuk funksionon dhe banorët kanë mbetur pa ujë të pishëm.